Sa e rëndësishme është që fëmijët të shkojnë në qerdhe? Dhe me thonë, ndikon shumë të fëmijët, pasi që hapat e parë i marrin prej në qerdhe, në kopsht, edhe luan një rol të rëndësishëm, pasi që aty veç se fillojnë, do me thonë, fillojnë të mësojnë, fillojnë me njohurit, pasi që në prej 8 muajsh, do me thonë, kemi pranojnë fëmijët në kopsht, dhe është shumë e rëndësishme, ndikon dhe në socializimin e fëmijëve, po ashtu edhe për njohuri shumë të tjera. Po në çfarë moshe është më e përshtatshme që fëmija të shkojnë në qerdhe? Tu mbaret edhe prej, do me thonë, prej kërkesave të prindërve. Kopshtet tona, do me thonë, janë prej që pranohen fëmijët prej 8 muajsh, prej 9 muajsh, deri në moshën parashkollore. Edhe kështu që kemi fëmijë, kemi një numër të madh të fëmijëve, pavarësisht apo a janë ato të vegjël, beba apo fëmijë parashkollor. Do me thonë numri është i lartë. Sa është numri saktësisht në qerdhen tuaj? Kopshti Fidani, do me thonë, ne përbëmi prej 5 objekteve. Për momentin jemi me 4 objekte, pasi që është në përfundim me sipër edhe objekti më i ri, më i madh në Maqedoninë e Veriut, objekti Bambi. Aty do të ketë kapacitet prej 340 fëmijëve dhe për momentin numri i fëmijëve është 900. 900 fëmijë. Me qenë se fëmijët the që prej 9 muaj, a është e vështirë që fëmijët të ndahen prej prindërve? Kemi raste, po, do me thonë adaptimi i fëmijëve në varet edhe prej fëmijës. Dikush e kalon më lehtë, dikush ka vështirësi në adaptim. Ajo është diçka që mirë po kohën e fundit më shumë hasim probleme me prindërit se sa me fëmijët. Pasi që ne më shumë miremi me adaptimin e prindërve, mandej të fëmijëve. Kështu që reagon, do me thonë, edhe ekipin profesional që e kemi. Në varet edhe prej rasti, do me thonë, ka ndonjë fëmijë e kalon adaptimin pa problem, po mirë po ka dhe atë fëmijë që me vështirësi e kalon adaptimin. Mirë po normal me bashkëpunim me prindërit, me edukatorët, me ekipin profesional, gjithçka kalon mirë.